Unë para se të flasë për shifrat në buxhetin e projekt ligjin për vitin 2026, po kthehem pak të shpenzimi i paras publike në 5 vitet e kaluara. U falë këtu për shpenzimet kapitale. Shpenzimet kapitale dallojnë shumë planifikimi me realizimin. Ajo çfarë kemi pa në 5 vitet e qeverisë së lëvizjes vetëvendosje, kem pa shpenzim të taksave të qytetarëve për blerje të votave dhe blerje të paqes sociale. Dhe këtë u dokumentoj me të dhëna të Ministrisë të Financave. Në vitin 2021, shpenzimet kapitale kanë qenë 419 milion, ndërkohë subvencionet dhe transferet 817 milion, rreth 50% më shumë. Në fakt 100% më shumë. Në vitin 2022, shpenzimet kapitale 419 milion, subvencionet dhe transferet 1 miliard dhe 37 milion. Në vitin 2023, shpenzimet kapitale 550 milion, subvencionet dhe transferet 1 miliard e 47 milion. Në vitin 2024, shpenzimet kapitale janë 660 milion, subvencionet dhe transferet janë 1 miliard e 79 milion. Dhe në vitin 2025, si që dha Kryeministri shifrat, tha shpenzimet kapitale janë 720 milion, besoni ose jo kolegë, si pas këtyre shifrave i bjen që vetëm në muajin dhjetor, gjatë fushatës elektorale, qeveria ka arritur që t'i shpenzoj plot 240 milion euro shpenzime kapitale. Merrni me men fushatën, merrni me men temperaturat e ulta, në më thonë qeveria arrin me i shpenzu në muajin dhjetor 240 milion. Çka janë këto? Këto janë kontrata një burimore, janë paradhenje komplet për financim të fushatës elektorale. Janë korrupsion, sepse i vetmi indikator që në Kosovë për pas inflacionit që ka pas ngritje gjatë kësaj kohe, janë kontratat një burimore dhe është korrupsioni pandemik qeveritar. Të nderuar kolegë deputet, projekt ligji ka shumë probleme në pjesën tekstuale. Merreni me mend në nenin 11, në paragrafin e 3 dhe në paragrafin 3 dhe paragrafin 5, Ministri i Financave jep diskrecion veti thusë është mbret në këtë shtet dhe jo që jemi republik parlamentare. Shikoni mandej nenin 12 të nderuar kolegë deputet. Neni 12, paragrafi 3 thotë se qeveria mundet me aprovu pagesat e paradhenjes prej me shumë se 30% deri në 100% për vlerat e kontratës për mallra dhe shërbime. Ju e dini shumë mirë që Komisioni Evropian në vitin 2023 ka ngrit çështje kontratat një burimore. Gjatë qeverisjes së këtyre deri në korrekt të vitit 2025 janë nënshkru plot 2550 kontrata një burimore. Tash merreni me men, qeveria në pjesën tekstuale i jap të drejt vetës edhe me dhonë paradhonje deri në 100%. Do me thonë ministrat japin kontrata pa shpallje të nderit dhe në anën tjetër e marrin një vendim që këta operator me i pagu deri në 100%.